Ka thonë Allahu në Kur'an, pasuria dhe fëmijët janë bukuria e kësaj bote. Dietarët kanë thonë, nuk është në konotacionin negativ. Pasuria, fëmijët, gjërat e kësaj bote janë shumë të mira, por janë të kufizuara. Veprat e mira që bëni për Allah janë gjëja më e mirë dhe shpresa më e madhe. Vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, njeriu gëzohet me pasurinë, gëzohet me fëmin, gëzohet me të mirat e kësaj bote dhe halal e ka, se i madhi Zot ja ka dhënë. I pyetje hipotetike që do ta jap unë përgjigjen me ajet nga Kurani. Kush është gëzim i papërshkruajtshëm? Kush është i gëzim që mbetet, nuk shtëron kurrë? Kush është i gëzim që lum para atë që do ta përjetojë? Ai di kush është vlla dhe motër të begatoft, sunduesi suprem i gjithësisë? Ka thënë, atij që do t'i jepet libri i jetës nga e djathta, kujt i jepet ditën e gjykimit vjen libri i jetës nga e djathta, ai do të merret në një llogarit lehtë. Pse? Ka pak gjinafe shumë të mira në atë libër. Kthehet thot mbasi lexon librin e jetës me lumturi të pafundme ke familja e vet. Se ai dhe familja kanë qenë besimtar dhe musliman dhe Allahu ja ka bën nasib xhenetin bazë veprave që i kishin atë libër. Ky konsiderohet në Islam kënaqësia, lumturia dhe krenaria më e madhe që mund të arrijë njeriu.